Milionat nëse i bon me dallavero shumë lehtë mi bon. Nëse i bon me njerë, s'o ka çfarë shkollaj mi bon. Bona e sinqert, jo, se i punoj 2 vende të punës, edhe duhet mi dhon gaz. Ama, jo. Në punoj shoferi i kamionit jam, edhe shkoj bëj pasrim. Po. Punoj dytë. Po. Shumë mirë. Ama jo punoj veç 20%, se kujdeset ma shumë për fëmijë. Unë i thom, unë e bëj drekën, darkën, ti i lanë end. Nuk e këshirim njëri tjetrin me dash për interes. Po me funksionu në lidhje me çift me interes. Ne jeton jashtë dikon apo? Në Zvicër, po. Në Zvicër. Shehen në Zvicrën? Mirë. Qa, po pushime tash? Pushime tash, pushime shkollës. A i shkollës? Po. Do që Zvicra ka mas shumë t'i pushime. Ka pushime, po. Sa herë vjen në ditë? Vim 2 herë, 3 herë vjet. Po. A shumë mjaftueshme ka më të marrë? Nuk ka mjaftueshme kur për vendin tonë më ardh pak. Gjithmonë më ardh ma tepër ma mira. A më dikon të sa vjet jenë në Zvicër? Që 9 vjet. 9 vjet. Punon atje sigurisht një familje krejt apo? Po. A ki mujt me gjithë atë ratin një vend që shë ka Zvicra? Është rati, është domethënë një arritje shumë e mirë, është një tro që është e ka atë vendin, që e ka rregullën, e ka këtë senet, që këtu i mungojnë faktikisht shumë sene, po tash shpresoj me kohë që do të vinë edhe ato. A do pse mure rrugën mas 9 vite me shku në Zvicër? Po një, nuk ka puna që kom rrugën mas 9 vite me shku në Zvicër, se unë jam rritë përpara si fëmijë në Gjermani e anena, edhe domethënë me kom pa perspektivën ma shumë që muj me arrit diçka atje se sa këtu. Nëse dalë me thonë Gjermani para se me shku në Zvicër apo? Po. Në moshën ma të reja rena? Moshën 12 vjeçare. Ka qëri? Po. A ke ujtë me arrit kërë qëllimet të jetës sonde? Gjej tash, shiqër për Zotit, po. Për pore, ki mujtë me arrit kretë, bësoj që... Shnetën njerë me pas kryesorja, do më thonë tjerat, tani ka dalë bëhan këta. Do të pyet këto se shqiptarë shumica thonë milionat letë është me i bo, është 1 milion me i bo letë. Milionat nëse i bon me dallavero shumë lehtë mi bon. Nëse i bon me njerë, s'o ka çfarë shkollaj mi bon. A ki mujtë me bo ti me njerës 1 milion? Jo. Alo, a? Ja. A i ka afru për le pak? Jo. Bona e sinqert, jo, se i punoj 2 vende të punës, edhe duhet mi dhon gaz. Allah të këtë. Ama, jo. Sigur do që e thojnë me njerë me bon milionin, ato është... Unë se besoj. Së është e vërtet ajo që ato? Nuk është e vërtet, unë për veti tham jo. Nëse punon halal, nuk më ishme po. Ty puna që ka punon? Në punoj shoferi i kamionit jam, edhe shkoj bëj pasrim. Edhe pastrim? Po. Mirë bajtës? Mirë bajtës, i objekteve. Më bëjqen që je shumë i sinqert. Shumica nuk Duhet drejtojnë pa që jenë, mirë bajtës si vjen pak eran. Jo, vallaj mos u vjen eran, se me qato edhe më bëj familjen edhe i plotësoj kurset për fëmijët pak sa do kudo. Që shtoj ishin plesh për para, pika mbush të kofa, për atë arsye. Vëllon, qatë që la. E bashkotja punon? Po. Punon e dytë? Po. Shumë mirë. Ama jo punon veç 20%, se kujdeset ma shumë për fëmijët. E kështu që... Unë e tuna mi dho ma shumë gaz. Se bura gjë duhet pak ma shumë i dhonë gaz ma shumë? Po qështu në ka shkryt neve zote pak ma tepër për me ngo, mu kujdes për familjen edhe... S'po dhom edhe gratë janë do që punojnë ma shumë se burat tash më varet. Kështu sa i përkushtosh familjes gruas, për shkak të pushim, sa më duhet Shumë, domethënë sa ma shumë kohë që të kam, çash ma shumë domethënë mirë na tani me fëmijët, me sporte, me sesane, me dalje, me shëtitje, me gjitha. Kështu ta punë të shtëpi sa ndihmon herë grus. Po. A si pjatin e burrave? Unë i thom, unë e bëj drekën, darkën, ti i lanë end. Domethënë i kemi pak punë të ndobe. Nuk ka kurrë problemi. S'ko ke pjatin e burrave që zban, se prishet burnia. Ja nuk ban, ja nuk ban ashtu, kurse se më thonë se tash drejtat e barabarta pak ma si për jëtë, atër do të më bo pak i sinqert, se edhe gruja i ka obligimet e veta, edhe ne kemi obligimet e tona. Do të mja përshat njën i tjetërit, pa tjetër. Qka i pregadit mas mirë ti, se për pregadit ke trekën? Mas mirë ti, vallaj fëmijët që më thojnë gjellë, veç makarona ban. A veç makarona? Makarona veç barë, që se pomfrita, hamburgera, salata, gjitha do më thonë. Cile një kujtim e ki ma të mirë për bashkëshortës tonë, staj një bashkë kështu, një jetën tonë, që mund është me ndajtë? Një kujtim t'jojnë të mirë që e kini? Një kujtim të mirë e kom që kanë linë fëmija që nashe mirë, rahat, që jemi të sinqert njëni me tjetërin, që nuk e këshirim njëni tjetërin me dash për interes, që to. A dhe që ka shumë qifte që duhen edhe për interes? Ka, me siguri ka. Ka me siguri që është një kosh që duhet vetëm për interes. A mundet me funksionu një lidhje, një qift me interes? Ja, nuk më kur me funksionu një lidhje me qift me interes, do më thonë,
Dhe nëse fiton parën për bashkë, njoni nuk punon heq që tjetri punon, tani aja argjën ma tepër se sa këtë tjetri, ajo nuk ka në rregull. Se do të më këshirë senet barabart një argjite, jo veç ajtë gruja po punon, une të argjoj. Nëse buri po punon, gruja të argjën atë, nuk është në rregull. Kush jeni ma kursimtar për i dyve? Gruja. A gruja. A e le kolegën asaj? Ja la, po. Ja la, po, ama edhe unë i kam ato obligimet e mija që do na mi kry, ama edhe ajo, po. Më dhanë nuk kam kurfar problemi aty, se këshyri. Dhe po të në fund një mesazh për gjithë ata që jetojnë jashtë sistemos diaspor, çaj kështë thënë një mesazh, një këshill. Jo kësha dha ma shumë që me këshyr, me që mirë njoni me tjetrin, me vazhdu mirë jetën, mos me këshyr me prish familje, mos me këshyr me mashtru dikan. Kështu. Po qeve shumë që takum. Tore, po shumë të kash me që dorën. Respekte. Faleminderit shumë.